Brenda Vjeshtës do të jetë i përfunduar edhe aksi që lidh Dibrën me Librazhdin, për të lehtësuar kështu kalimin në segmentin më të vështirë që lidh këto dy qytete. Ministri i Transporteve Sokol Olltashi gjatë një turi inspektimesh deklaroi se punimet në këtë segment vazhdojnë me ritme të larta. Ky është segmenti më i rëndësishëm dhe më i vështirë i asaj që quhet unaza lindore e vendit, pra segmenti që lidh Peshkopin me Librazhdin. Është një distancë prej 58 kilometrash, për të cilën ne kemi tenderuar punime në vlerën e 2.4 miliard lekëve. Projekti do të zhvillohet në bashkëpunim me Fondin Shqiptar Zhvillimit. Ne jemi duke kryer punimet e dheut, pra hapjen e trases dhe të gjitha veprat e artit dhe shtresat e zhavoreve. Dhe jam i bindur që me këtë ritëm që po shoh dhe sot në kantier, në afatin optimal, pra në vjeshën e këtij viti, objekti dorëzohet Fondit Shqiptar Zhvillimit në mënyrë që të fillojnë asfaltet dhe rruga për një afati disa mujor të jetë e kalueshme dhe në një parametër të pa krahasueshëm me atë që ka qenë më parë. Duhet kemi parasysh që kjo rrugë ka qenë vetëm 4 metra e pa asfaltuar, gjithmonë e bllokuar, me trajektore shumë të vështirë, me kthesa shumë të vështira. Aksi Cerenz-Librazhdi, i cili është sot vetëm një rrugë e pa asfaltuar komunash pas rikonstruksioni, do të ketë një gjerësi prej 6.5 metrash asfalt, në të gjithë gjatësinë e saj prej 58 kilometrash. Punimet kryhen në bashkëpunim të Ministrisë së Transportit dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit. Ky aks i bashkëngjitet zinxhirit Valbon-Kam e përfunduar, Kam-Krum e përfunduar, Krum-Kukës në ndërtim, Kukës-Peshkopi e përfunduar, dhe në ato që përbën një prioritet të qeverisë Berisha, unazës lindore të Shqipërisë.